maharda. Shumë e bukur, faleminderit Eren shumë. Më thuaj me aq sa ti ke dëgjuar edhe ke parë. Kë ke nga artistët ose zonat shqiptarë që ty të pëlqejnë fort edhe ndoshta ke pas edhe rastin me ju thonë ose kanë mbas edhe stil tjetër, zhanër tjetër prej asaj që ti bëm, por thjesht ty të pëlqen si tingëllon? Sipas me, po më duket në trojet shqiptare, vokali ma i fort për mu, ma i mirë është Eugen Bushpepa, se e pata rastin edhe me Ngull Live, kështu që për mu vokal ma të mirë s'ka. Kështu në treg Yll Limani pëlqen, Alban Skenderaj pëlqen, Dafina Zeqiri, këta... Do ishte koncerti Albanit në 10 orë? Po, e pash, po, nështë. Bukur, të falimderit shumë që mirë dhe sot, edhe që morë dhe kitarën me veten, edhe dy këngë shumë të bukura, të uroj shumë suksese. Falimderit shumë për ftesë. Do vazhdojmë tani me një material tjetër. Ja, letë më jep. Oke, e kemi Edonën me një material që vjen për një vajzë 14 vjeçare, e cila imagjinatën e saj e kthen në kukula. Kukullat të cilat nuk janë të zakonshme, ato janë karaktere të veçanta, të krijuara ose në kokën e Sarës, ose të inspiruara nga personalitete që veç ajo i njeh. E shohim. Në një dhomë të vogël, plot ngjyra, copsa pëlhurash dhe mjet e krijimi, 14 vjeçarja Sara Zeka humbet çdo ditë në botën e saj të imagjinatës. Ajo ka zgjedhur të krijojë kukulla që flasin me shpirt.